miri e shuj, kur që më sëm të shuj, se u knaqëm të knaq, ne u knaqëm të knaq. Mirë mbrëma të gjithëve, jemi në emisionin që nuk ka recet për seriozitet. Po ka dosë perfekte të aktrimit, të humorit, të qetësisë dhe muzikës, pra emisioni U knaqëm të knaq. Sonte kemi musafir që i bashkon energjia, buzëqeshja, talenti. E kur jem të energjia nuk blihet, veç përjetohet. Po gane, po na s'kena nevojë me ble energji. Se gratis energji në ep probendi unë i dashur. Një gërë trofitje për probendin. Kemi një aktor që kur del në skenë, nuk e din a me qajt prej të qeshmës, a me qish prej emocioneve që jep aj. Avni Hoti, aktori që publiku nuk e len të riort. Por, kemi edhe një zë që shëron. Musafiri dytë i joni vjen me një zë që shëron. Po mas miri, bafte shala son të vetë regon. Po pra, skena për probendin dhe bafte shalën. Shokët dhe shoqërina, mora gitarën shokët dhe nisa këngën time, tapi më nga një gotë për shokët dhe shoqërina. Se vitet ikin tutje dhe ikin një nga një, se vajzat bëhen zonja, Bafte, mirë se erdhe në emisionin tonë. Mirë se u gjej. Faleminderit. Faleminderit, kënaqësi është për neve. Mirë se u gjeta. Bafte, kënaqësi zemër, plumt. Faleminderit shumë. Ordra.
Qysh ishte skena e muzikës për ty, tash edhe për më ullë me po muhabet, kjo është pjesa për ty. Unë moni thuja se kom kalu një kohë të madhe në skenë, mirë po atmosfera që më fruat ju edhe falë bendit, unë djeva shumë e privilegjuar edhe thuja si një mbretresh. Faleminderit bendit. Atere, pro bendi jonë i dashur, kjo është knatësi gane kur musafirët tonë po vinë, sidomos njerëzit që mirë në muzikë, edhe për komplimentojnë pro bendin, unë e ti du të me arre në altë këtu. Pa tjetër se Po them sinqerisht. është një ekip profesionale, kështu që asnjëherë musafirët nuk ndihen keq me pro bendin. Faleminderit shumë për këta musafirë që i kemi sonte këtu, por gjithmonë mos të rejti falemderoj ata që janë kujdes për neve, që neve të jemi këtu sot në televizionin Dugagjini, televizioni ma të shikum, emisioni ma të shikum, e këtu du të falemderoj sponsorin tonë, shtëpinë ma të madhe të mobilive, Graniti, të cilët e kanë bo një punë të mrekullueshme, këtu për këtë skenën tonë gjigante në emisionin tonë, si edhe për dukjen time është kujdes butiku Majsut në Prizren. Thank you very much. Pa tjetër, kur jemi të falenderime, du t'i falenderoj edhe ata që gjithmonë kujdesen qëmë të duken bukur. Saloni Sholka dhe Armënor Alion, falimderit shumë. Knatësi sonte që ju kemë të dëve në emision. Faleminderit. Avne, mirë se erdhe Faleminderit, në Gone. emisionin tonë. Mirë se ju gjeta. Knasi është edhe e juna. A je kështu serios në jetë apo ma shumë skenë? Qysh Se po keni duk. seriozitet sonte, nuk e di pse. E qysh po duk në ndërmek Që ju tu po nduku serioza. shumë serios. Unë ndimin nderor që jam në mesin e miqve të mi të kolegëve, do të ne gjithë jemi artista. Vetëm zhandrët në Dalloj, dallojnë. po. Po, me thonë drejtën pak, më ka met hatën juve, se jeni vënu më thirë. Ishin e tonë të jarë të ju knosh, për mu knosh, thash, pse edhe unë mos me orë mu knosh, të ju knosh. Se që vërtet ko ka knasi Ne qërshia mas fundit i qitet tortës. Allah gjithë ka muj me konve qërshi, ju ftuemi torte që bon që ku keni. Po, nashta, jo qërshi po nga qërshi, sa po. E të lutëm. Unë s'po pajtona me ty avni, për shkak që çdo gjë vjen kohën e duhur, thonë, kështu që edhe ne po shkojmë drejt përmirësimit kohës edhe motit. Ju kemi lënë sa nxjerr dielli. Këto më lavin me mot, Jo veç kur ke fjallë për qërshit në drejtu prej me për qërshit që vërtet, a për ftua që dëni mi tërë, Nese, Avni, ta më rrëdhi tërë, Avni, kush rrin nga qërshia, më hanë qërshia. vërtet knasi faktu që po ndina si në familjen tem, rahat, Atëre- kështu që folni, pyetni çdoni, unë Jo, s'kem qa me pyt, Avni. Knatësia është edhe Jo, jona. a di që përbojmë, Avni. Nuk përbojna me pyt, po përbojna me bo, muhabet, si kur që shpim kafe, unë e ti, e bofta, e Ajo, po të është mas miri. Mos e Ajo po është pytja, mas Avni. miri. Jo, po Bile thonë, ty s'tren heq. unë bile i kam mërzi pyetja, thëmë, a bën bre të bojnë muhabet? Edhe ty bo muhabet, i zbulojmë gjithë ato që dojnë me i thonë. Po atëre një duar të vitë për aktorin e malë, Avni Oti. Bote, Faleminderit. shumë njerëz njohin si një qik e bukur, si një qik moderne, edhe si një këngëtare. A ka mundësi ti të na tregosh pjesën tjetër të profesionit tënë, qa bën bofta? Faleminderit Moni, mos parit përgëzoj edhe të falenderoj për prezantimin që ma bët. Kështu që... Me respekt. Unë përveç që këndoj, do të thotë muzikën e kam hobi, tash veç ka fillu më bo edhe profesion, mirë po profesioni imi parë është fizioterapia. Për shkak që unë kam studiuar në Universitetin e Prishtinës, do të thotë fakultetin e mjekësisë, dega fizioterapi, që kam edhe përfundu, kështu që ndina shumë krenare edhe shumë mirë për shkak që të llogarit që çdo person sot po është shumë pasiv dhe po ka mungesë të aktiviteteve fizike, jo pse ndoshta nuk dojnë, po koha po e bën vetën që mos me pas kohë më marrë, kështu që me fizioterapi ju del ndihmë atyve personave, me thonë demelave kështu në thojza, por kjo është profesioni im. E bafte atë ka ndodhur ndonjëherë me këndu gjatë të terapisë? Unë e kom thonë çdo herë, terapia ma mirë për mu është kënimi gjatë ushtrimit profesionit. Edhe kënoj do të thotë nina mirë, edhe më kalon koha Për shumë mirë. lavnia në me boni. Bashkëdesa me thonë, tash që më kthej një dhimë. Si po që është doktoresha këtu, si po që është doktoresha këtu, më kthej një dhimë. Mos po do në nëgjesh pa iri. Po, jo, ma pritë zëtë. Me desh më mëgjesh i kom 2 fizioterapeuta në shpi. Po, a? Vllahun edhe djalin e vllavë. Kështu që
prej dhindve. Edhe një sqarim ta bëj për popullatën dhe gjithë ata që kanë mungesë të njohurive, fizioterapia dallon me masazhin ose me ngjeshjen thënë popullore. Nëse na po flasim të shtëpia, bofte pa. Jo, pa dorza po. Po duhet bëni sqarim për gjithë ata, se shumë do thotë e kanë keq kuptuar këtë sen, kështu që inshallah kërkush nuk kemi nevojë, na kemi qef me pas punë, po inshallah kërkush kemi nevojë me u bë për terapi fizikale, se Shumë mirë që e bën atë Të sqarim. me në shtëpi janë me të pa punë se mund s'm kanë prek me dorë se s'kum pas lazëm. Po janë me S'm pas nevojë. Pa një lazëm që shumë dul që kjo. Po si të shtëpia. Kjo na vjen neve. Kjo na vjen neve. Jo, po shumë mirë është bë që përmes emisionit tonë kënaqem të kënaq, po mrrim avni me drejtu, jo me drejtu tash kushtimisht, mos ta me drejtu, po me definu do gjona, mos t'i shohim njerëzit veç me dalin veç një në anë, të shohim edhe anën tjetër. Për shembull, Avnia përveç që është një super aktor, ju që nuk e njefni, po të rrini me Avni me pi kafe, unë ju premtoj që dita 5 minuta do t'i bëhet. Kështu që problemi i luftëtar të këtij por aktorin e ma mirë për jaron. Këto që tha më unë falënderit për këto komplimente sene, kjo pi bjen me këtyn tjetër non, mos rrini me Avnin se ta hub ditën. Kush e ka nek në punë ditën, mos rrini me to. Po që shtu për parë ku kanë shku me nejt, i kanë lënë pa dalë në ora njerëzit. Kështu që ta s'ka më ora, Avni, s'kem qa punu. Është kënaqësi vërtet kur jetë mes miqve, mes kolegëve, ndihesh lirë dhe bashkë bisedojmë bashkë për gjitha temat. Është një profesion, çfarë kemi ju, s'kam nevojë më të thonë. Është një profesion që po se dashte mos u merr me ta. Sigurisht. Që don dashuri, gjithashtu don edhe respekt. Duhet ta respektojmë profesionin që e kemi. Dhe kur e dojmë na sigurisht që rrezatojmë edhe për shikuesin edhe për atjetën, më kënaq edhe ata që u kënaqemi na të ju kënaq, po le të kënaqen edhe shikues të ju kënaq me neve. Po patjetër. Faleminderit shumë, Avni, po qëllimisht kjo ka qenë edhe ideja e Probetit edhe Ganës edhe Jemja, që të bëjmë një emision, dalim prej politikës, dalim për jetës jo të mirë, të kënaqemi të kënaqë vëlla. Tash me i lidh gjithë këto sene, se profesioni jonë është, që është me thonë, nuk jem veç një, po është profesion me kolegë, me ekipor. Se veç vetë një njërë së në borë kërgjë, nëse e bojmë nëse shambull ose një krasim, një shpes që flutëran, pa penle, pa puple, s'mund me flutëru. Edhe tash ju e keni bendin që jenë puplet e juja, që unë i kam partner dhe kolegët e mi që ata m'jopin krah. Nëse dishka ku ma rrit, i falëndërimi ju takon gjithë aty në partnerëve të mi që i ku pas pranë, edhe më kanë dhënë forcë me dalë edhe unë i mirë bashkë me ta. Qëravdi, po shumë mirë e potencove këtë gjo, po pse të vetëpit jemi na si popull, më do këtë në botë, që individualisht jemi kinga, jemi shumë të mëdhaj, ekipor nuk funksionojnë bashkë mirë. Kem qef me konë qashtu, e për ata na, është thonë kjo, ku bon, sa vlen një shqiptar, s'ka pasuni që e pagun. Po dyta më, mos e bot dyta se s'bojnë. Mos e manej. S'bojnë. Jo, mos jemi kaq pesimist. Që që, po jemi mësu, ndoshta pushtimet e shpeshta, ose në kanë nda, kështu që gjithçka jemi mundu vetë me e bo. Kështu që nuk e pranojmë të dytin, se si mi mësu me konë kur... Jena mësu gjithë porto, Avni. Se ka pas kesh mbreti zë, kur ka thonë jam mbreti 3 milion mbretërë, pse të se cili qytetari jam, dhe mbreti jam unë, kur shka dinaj. Po, është mire me pasat besim vetë vetën, edhe mundi mbret në profesionin ose në punën që e kim. E kjo është një plus, më falë. Jo, se unë të shpeva. Do të tjep energji, nëse se ndin vetën mbret, mos e hin... Se s'bosh mbret. Po se s'bosh kur mbret. Ne edhe si popull, kur di marrim vendime, do të thotë na teke diçka në kry, është e kohët nëse na këshillon ekipi ose diçka. Do të thotë kur ja nisim me qatë menim, na kemi me përfundu, pajtohet besoj edhe Avni, kështu që ndoshta që kjo pak na kalon, me thonë mrapa s'kemi met, po në atë kuptimin me bo ato që kemi ne në kry. Kështu që kjo unë po mendoj. Paftë do me thonë të e ki mendimin tënë që respekton mas shumë t'ja, po? Po. Unë po nisë nga për vetës. Jo, unë i marrë, jo me hapër për këshilla e gjanat mira, mirë po prapë se prapë. Do të thëtë ma blun të runi që të ka me bo që ashtu që shumë ka thonë menja e më fillim. Duhet me begenis ka herë dhe menën tjetër se thuhet në popull. Mos rri me filon se ai e begenis vish menën e vetë. E vish një menje
kur s'mund me konë gjithmonë në drejtë. Ma mirë. Kur përzirë shumë menja, shumë tjerë, unë çka thash, krahët e njerit jenë misht e dashamirët edhe kolegë për neve. Shumë e vërtetë është. Çdo sukses nuk është individual, është kolektiv. Gjithë ekipës. Po puna ekipore është gjithmonë më e mirë. Po nësë po punojmë, ganem shumë ekipore. Po Tunis prej atje mas naltit e natë, se se dhe për veti. Po ima që naltit du me shku rafë. Avni, pi atje naltit për në vinë. Unë qka thash jo rasisht, duhet mundi vetë si mbret në profesionin dhe në punën tonë. E fakt që sukses shumë jenë si individ. Veç këqyri sportet individuale, ke medale tarta. Shumë e vërtet. A veç mundi si mret, a me punu si mret, avni? Jo, mundi si mret e s'punon kur gjo, a i veç, po mundi si mret e me punu si punëtor. E mishti ata tjerë me punu. Jo, vetën mas pari, edhe mundi si mret në profesionin tonë. Mundi komod, mundi tamam mret. Bofta, ka nevoj ma shumë trupi, a shpirti për mjekim si mas teje? Si mas meje, si pas gjithve, po mendoj që ka nevoj shpirti për mjekim, për shkak që nëse emocionalisht edhe shpirtnisht ndihesh rahat edhe ndihesh mirë me vetën, e kalon ma mirë edhe ma let, po edhe nëse s'dukesh mirë në pamin e është me thu mirë, do të thotë, po ndina sepse emocionalisht edhe shpirtnisht jam mirë, kështu që nëse i ki metë në kry, falendero Zotin. Ma herët kur pirim kafe me Avnin, e patëm që të muhabetin punën e shëndetit edhe të mendjes. Po. E definitivisht, mund me kondi kur shumë shnosh, po... Po fiqiri kërë si punën. Dhe gjë, s'po du qash me livdu profesionin, po vetë artë. Arti është diçka ma kulmore, ma... Arti e ka kjo është dhumti. Arti ka këto sene që vërtet... Cilat sene, avni, ma konkret? Jaronja. Shneta, po thëmë, arti nuk del në penzion, me këtë punën që e kemë na. Profesioni jonë, moshën të që nuk të pagun më në rogë, se ti në penzion sot në punën shneta dhe fiqiri, ha. Jone pas ka hu fiqiri në ras, ora... C, D, mirë rama. A, B. Nuk është... B, C. Duhet me të dhëngë, po nëse, zote ajre boftë. Mirë rama. Ku e pa të mlovën C? Të më fiqirit. O manë, s'po mdel. Shka jetu bo, anë kem jarë në emisioni hi të lutna. E di, moni, po ju morë mu anë ku për një problem. Shkurt e kam, moni. Shkurt e kam. Ja, gane, kjo gjithë e ka shkurt edhe gjithë po jenë. Ja, po qërek, moni, tash, masi thash shkurt e kam, po masi nuk jena në shkurt, të hajë dire që pes gati pa gane. Pani zgate, hajë, pa. Ju morë mu anë ku. Për çka mu anë ku? Për alfabet. Pse për alfabet? Pak shkronja. Qysh për pak 36? Po s'po dalin, moni, s'po dalin shkronja. Po qa po të vynë ma shumë anë kemë? Po në vynë me bo rrugë, moni. Rruga A, B, C, D, U, B. Shumë shpejt bot L, M, N, J, Z, G, F, Y, Z, Ž, shkoj. E qa po të vynë të këto rrugë? Ha, bre, moni, po vynë këto rrugë se me të shtri banesa. Qysh? Me të bo banesa, këtë arat pjellore me mujt beton mi bo, me dal me ujt betoni. Nda ta rritën banesat, me të ju hitën, gjdo vjesh ka i kat. Atere ti po lyp me rrit qëra avni logika ku më rrinë. Me rrit alfabetin për me bo rrugë, e në rrugë me maru banesa. A pak ko banesa në kemë Kosovë që janë thot? Ashtë e vërtesh në që janë thot. Që gane, kesh natë. Do isha me nalë televizorin, a i dreq digitronin zbajke. I mshejsha zbajke, kër e qëri ishin hargju baterijat. Këtu baterijat e reja i keni po, sa tolla, sa si më kon manikene. Dëvarë, në bateri manikene. E pëse të shkove të e kërëshiret me... Shkova, muni! Shkova, unë jetojnë katë dytë, gane. Në ti hira në katë dytë, njeri gjallë. Të hypin katë rejtë, tak. Njeri gjallë. Pëse të shkëshet e gjofa? Kesh të gjofa, s'ke aty. I katit nënt ke aty. Thash, gane, masi një digitron, kejt banesës janë drën televizorin, e i thash ati, pe katit nënt, bale zgat ke dore, po s'ma mrike reseveri, afrova të dritarja, po nuk e mrike. Po qka me të ndru kanalin, no? Jo më mashin, se muni, dësha me ra me flajt, nuk bë milionën dhese, hargjot rryma. One Kim, jetu ma prish emisionin. A ke pos ma letish me jek pi rryme televizorin? Pse ke po të natë allakon?
Po, pasha zotin. Fiqiri. Atëre, mire pa gona mija që ta... Ama, alfabetin, Qka alfabet? alfabetin do të me këty alfabetin pelazg. Pelas? Se i ka 78 shkronja gane, edhe një 30 rrugë ma shumë nga Kush dalit. e din ata alfabet? Ha? Kush e din ata alfabet? Se din kërkush, po... A përshet do me thonë, ma mirë fiqiri se shneta, që kjo i shnush, e shtyn Mashallah, tenkën. der kjo djali me të dhejmë. Mone. Se e këshe pru një qikë të mirë. Musafer këtu e po. thash. A Dvit ti për se ta shafa. erdhe, a? E Respekte. cilën rrugë mu ma bon mu një banesë? Cilën dush ty? Cilën dush? Ja Edhe po qile- ta bëj një kësi banesë që rritë të e ujitën, po veç rritë ta, zape. A, na keni mu boftë, që Po ta bëj! Ankem, haj. Ty të parës, Bustalin. Ty që të kësojna, e oj gale, ty të kom. Une jo kërkej folje se ankimi po e në çdo emision, që shto po e në... Vjen ankohet për gjithë shka. Ankimi dhe tyre ka këto, si që po në ka bo dhe ves ankisa. Se cilë ekim ka një ankim, po këj ju po dil ka herë po anka. Jo, kjo po vjen çdo emision po ankur për diçka. Ata ankim ato në veç i mojë mrashtë me pas, se jo se cilë ka një ankim personal ekim. Vish kërkesa shumë mira e pata. Valla, ti po thot mirë, unë s'po thon boftë se këto Bos banesat mandë na kanë thënë. met thot. Tom këto banesat ky lyp ke rrugë me bot, për me unë kështë po thot rrugë me zhblloku pa Jo, jo, vetëm me komunikacionin. në gjitanë, të shkruajnë ti mund gëshin që qatë shumë rrugë, sa që shkruajnë s'ka për se cilën Vërtet shta ka vot. rrugë. Ky e pështjelli pra ky pak. Se ky pështjelli. lyp ke Ka, i ka rrugë dhe për një banesa. interesanta, po. A pak kem banesa në avni O, këtu. vallahi, kem mjerësht të në zbrasta. A di qa problemi? Shumica. Këtu o problemi që aj orman ku për bataria digitronit e pështjelli krejt, e boni. Që ashtu i pështjela, është i veçan. U lidh, bashkë mua betë që kem të u lidh të fiqirë, që vishë që ka rrugë fiqirë për nëllë. A din qa ko kjo mas shumë ti? Flok u po që Jesh. kesh. Po. Su në thash ashtu aqë vlasht. E po, qërë tash, kur jemi të ngarkesa e qytetit e rruga, sene, bofte sa je e qetë në komunikacion në të në këtë situatë që po kryuat në për rrugë? Me ardhë me mu me kërë, do të thotë me pas dikon kërë, do të thotë veç u ditët të më këshyrë. Jo që dëmë po t'imponohet, do të thotë pak rrugë, shumë njerës, shumë kere, kërkush nuk do me hecë në komë, kërkush nuk do me hypë në autobus, do të thotë se cili do më konë në zotnin veti, ose zojnë veti, edhe nështë pak edhe jetë. Se cili mret në vetë. Se cili mret. Po, nuk diskutoj. Ama avni, që kështë thonë ti boftën se e kështë pengu në rrugë edhe të kështë shokja? Kjo më mësoa, kësha thonë për seret e vazhdo edhe i herë. Provu e ti. Provu e ti. Nëllë më që ty ti vigat. Jo, tu e ditë që ta bënë 5 minuta, ditën të kisha ullën nga rikë të varit, kishim vë mua vetë, në shumë kështë qëtësu. A vëzit mirë, se unë e urej shpejtësin, nuk kam qërë që vëzit ashtu kisha pranu i ditë me kondukterit. Ti shoferu në kondukterit. E bafte, a ke marrë në etiket për i policisë në herë, a ke pas? Gane po marrë shpesh. Po, Marrë shpesh, ndoshta që m'bjen me udhtu, do të thotë, rrugë gjata, edhe ky telefoni tash, ndoshta nashe edhe policia, po që me bo që ato që e meritojnë, po na japin tiketat, marrë shpesh gane. Po jem shumë e përgjeshme, i paguj me ku, kështu që njerëz jemi, gabojmë, e rëndësishme është që tipe dënimi që ato që e meritan, po tjetër herë mos me përsërit. po si zakonisht na jem gjithmonë me vonesë, Po, nuk duhet me se në vrime, moment me fillimisht. po duar, normal që... Kër i thush dikonja, hajde po më duhesh pak të të s'kom ko, që e të bo kur Kur gjo. Jo, kjo Do me thonë, në kjo ka po shprehje e përditshme. Fakt me miq me shok, shkojnë ndoshta javë ose muaj që nuk takumi. Ku je çeva la, çapo po kur gjo, po dil bëre pi mi kafe, s'kom ku. S'kom ko. E që të dyja nuk lidhen, edhe s'po bëj kur gjo, edhe s'kom ku me pi kafe, po fakt jeta ka që ashtu dinamike që tash ju, sikur edhe unë, në ma shumë kuha në shkon të i prit, se mos po më thirë, mos po më lajmën, e mos largohu në ditë, ta di, që ashtu mu më shkon kuha veç të i prit. Nëse jeta jote, po të ishte film, qëfar zhondri do ishte? Pyqe, para me do, unë me ta vokë si pyqe. Jeta, për qësi bre, dëgjë, kërkush se dën jetën
gazep, se cilë e dënë jetën më të mirën, po kum pas fatin që ta bëjnë një jetë normale, të natyrshme, njerëzore, me gjitha baticat dhe zbaticat që i ka jeta. Kështu që të gjitha kum pas deri tash me shiju të gjitha edhe të keqen edhe të mirë, edhe s'kamjen edhe kamjen edhe... Do me thonë, e kështë bo komedi? Jo, se komedia është ma e rana, edhe komedia kur nuk bëhet për qefit. Ajo për sikletit, po për me mbulu sikletin, e këthen komedi, kështu që... Do me thonë... Gjithmonë kur mësë mendoj, aja që po thua që është, aja ka një prapavi. Me orë të komedijës. Edhe se zhanër komedia është ma e rana. Po, sigurisht. Se duhet gjitha që të tema që stikona me i këthy në diçka që tikona, edhe aja del komike kur e bon ato që stakona, edhe e lunë kështë po takona. E lunë kështë po takona? Po që është atë goni, jështë atë goni. Shështë po më lënona, që kom kjo konga? Që është atë goni. A përshë që vërtet u knaqëm të ju knaqëm. Po sigurisht, avni që këto është emisioni mu knaqëm. Persona pas ka morë molli me qenë me një emision ku flitet si me qenë tavolin me një lokal, ose diçka të bu muhabet, të mos e pasat presionin e pytjeve që po më pytash, atash. Kjo është misioni jonë. Shka duhen, në përgjita shka duhen. Jo, shka duhen. A përboj një marveshje? Apo shkollë? Bate. Apo shkoj një misione bashk? Aha. A vjetë më morë se nuk di me vozit. Ashtë marfore. Ama tha, ti vozit si unë kondukteri. Unë dhe kondukteri. A përboj që dora? Mas këshën e të shkizë jo. Në klasi. Atëre, prej emisionit tonë, bo një marveshje, jo me formu qeverin, po me shku në për emisione bashkë. Emisione knasi është, si do... A vinë edhe ju dy, se veç gudzej. Po shkët kjo klasë të pjente, për morë një qefer, për morë në Qështu. Qështu tonë. Qështu tonë, se ja. Bate, sa po kiti ko me u marrë me shoshni, me familje, prej angazhimeve të shumë të që ki? Valagone, drejtën me të thonë, ka marrë mali me qenë si kohët e kalume, ku kemi qenë me familje bashk, me shoshni bashk, ku kemi dalë pa pikë kompleksi, po tash ti edin i takon botës showbizit edhe e shë, do të thotë, nështë ati del nuk një është mirë edhe ki qaf me dalë në trener, ka ose diçka shumë tjeshtë. Apo të pengon që kë fakt? Po, beso ka nisë më pengu shumë, mote, se unë kom pas një, do të thot një tjeshtë, jëmë ko njëri pa komplekse, po tash edhe deshte pa deshte t'imponohet për njerëzve, a i të kuptu, jo ta boj një foto, jo ta që një SMS, jo diçka, po e rëndësishme është me ata njerëz që rri edhe që kam kohë me nejt, mundi mirë edhe kam kohë të mirë me ta dhe kujtimet bukra me ta, po fatkeqësisht kam shumë kohë pak, sidomos me familjen time, po më kuptojnë botën tam të thot muzikës, kështu që me rëndësi me një mirë për se cilin, edhe më konë mirë me vetën. A ka në i batut që ty s'loj njërzia ratu të apërmen, sa që të shojnë ty? Si që, unë e marrë për knasi dhe për komplimente, për shumë kur unë shumë personazhe kom pas, e kom qaqë sa nuk e di sa mund me kom, po që mi përmendin në rrugë që Fetaho është një ndër... Feta Polici. Po, Feta Polici, maj... Qështë me thotë që më takujnë me to, gjithmonë më thënë, unë e marrë shumë për mirë. Haxhi Joha ka qenë një ku, kesh ku kesh, o Haxhi Joha, o të nacion bërë unë Haxhi Joha. Ose Feta Polici, nëse... A ko mundësi Feta Polici? Shumë personazhe, me ispostu bendin. Po, quten. Shpiju për ta se ja u dri dhe instrumente. E shumë personazhe tjera, cilat më kanë nderu mua, po edhe unë ja ku më dhonë shpirtin tem edhe gjithë energjin që ku më pas, janë të pranishëm për shikusin, a dhe vesh kam banderë. E ka edhe të tilë që del më shefet mas murit edhe, a Fetaho, del brek ne, pëse për vjetë më vjetë. Del, folëm, të flasë, njerëz jem. Ja po, ja ke fut frikën të bërtit. Ai personazh u bo i dashtun sikur krejtë serialit, do të gjitha po mua ato më thënë gjithkohë spostova dhe kur jam spostova do thot
Ai do të më thonë që të kum po e di shka po, që mu vje mirë, po anë mirë për që më ke po, mu më derën nëse e ke po në projekt temin, është knasi. Çdo artist është knasi, po. Thujma lirisht, e fakta është knasi. Avne, do shta me ditë, unë edhe shikust, a ke mundësi të na bëjsh dallimin e aktorëve prej moshës tonë e lartë edhe prej moshës tonë e poshtë? Të më thonë kjo diferenca në moshë, a ko dallim, a ko përmisim, a ko... Unë s'kisha me hynë të ose me shiqa. Se cila gjenerat i ka artistat e vetë. Do thotë, ne prej kur kemi qenë të vogël, jemi zhvilluar dhe kemi mërin dhe në këtë moshë ku jemi tani. Do të, une jam në moshën e mesme të naltë. Po. Tani janë, po na jemi rritë me dikon, dikush rritet me neve, kështu që cilë që janë më të mirë. Më të mirë janë që ata që i dënë shikusi, që i pranën publiku, që ata janë më të mirët. E kum ditë, për që të ta të kum thirë në emision. E pas ditë që më kështë veti, këse ke di? E kum ditë, unë për shikus, do shta me ditë, së unë kete di janë. A do me të kaldu që kajna konë sot të ditën bashkë? Jo, fande, s'ka nevoj. E, pa qashtë të që të kaldu në kajna konë të ditën bashkë. Jo, si që vetë puna jonë është, që puna jonë kur ka sukses, ato nuk e themi ne, e thëtë shikusi, e thëtë publiku. Sigurisht. Edhe, sot japëm shpirt na punës tonë, ose personajit temë, për shumë, ose ju kongës juj, që ka me të pranu publiku? Edhe kvaliteti gjithmonë është ma i mirë. Gjithmonë. Kër e dëmë ti një kongë, kër e një vetë, ka me të adorështë edhe publiku, ka me të një edhe publiku. Kër vetë se dënë, tash... E kjo është shumë e rëndësi. Kër ti e dënë, kongën tonë të dojnë edhe publiku. Ka me të adorështë edhe publiku. Edhe humorin, edhe ljoja. Qëka do interpretim, qëfar do... Po thëmë, si interpreti mund me kënu edhe një kongë gjuhë kineze. Jadin fjallë, po ti kuptimin si jadin. Ti e kënën, po e kënën, thot, pa pik emocioni. E kur e kupton, do të kur e dënë ti edhe e din qëka di, ajo ka me dalë prej ti e shkon të publiku. Kështu është këj profesion. Po e ndive ti kanë me të ndi në gjithë. Po se ndive ti s'ka me të ndi kërkush. Po e tjetra, edhe nëse e dënë vetën, këmë më dashtë kretë. Gjësësi ajo. Po mirë, po tash të prytim boftën këtu. Bofta ty, a dojnë ma shumë me të pa, a me të ndëgju? Kemi dy loja. Dy loje të borë në kemi. Dy loje të shikimeve ose dëshirave. Disa dojnë më më pa, disa dojnë më më dëgju. Po kom pas krenarie dhe jom një shumë herë mirë, kur kom kalu rrugës, mi kanë kënu kongët e mija, ose kom dëgju pej makinave, kështu që ajo është gjoja ma e mirë, për shkak që ti e bën punën edhe vlerësohet. Po ka edhe asot që kom marrë komplimente, më kanë përgëzu për trupin, për dukjen, që ajo Unë është edhe mendoj një plus që më një mirë. artist e kompleton edhe pamja dhe ajo, kështu që është e mirë kur ti e jep një mesazh të mirë me këngën, me sena e plusi është bukuria, ato tjera dhe që janë. Po edhe një sen tjetër. Po dorë zoti për shkak se për mua që mi ka dhënë dyjet aty. Po, çashtu. Po dhe? Kompliminde. Kur i ki dyjet është edhe ma mirë. Kur i ki dyjet e treta vjen kallaj. A për ti për që pa folja, avni? Kur i ki dyjet e treta vjen kallaj. Po bërë kam parasysh. Parasysh të lutëm. Ja, po, adin është puna që me të vërtet njerëzit pa dasht me po keq kuptime në këtë pjesën që thujnë po do këtë bukur ose s'po do këtë bukur, syni ko qef me po bukur, me po mirë. E sidomos kjo pjesa jonë, avni kur dolim para njerëzve, sigurisht, po kur dolim para njerëzve, na para publikut, unë e mendoj që publiku ka nevojë njerë me të pa, se pa tjetër ka me të pa njerë, tani me ndëgju. E publiku ju një dashur, shqyqër zotit që neve artistat i kemi se cilin ma të bukur edhe ma të bukur se tjetërën. Unë për mendoj që kemi obligim ndaj njerëzve me udok mirë. Sidomos ne që mirëmi me showbiz dhe jemi njerëz skenave, kështu që kemi obligim ndaj tynve me udok mirë edhe mandi me ofru diçka të mirë për ta. Do me thonë, njerëzit e mirë, ofrojnë mirë. E ata që s'janë bashkë mirë, që me bëhë ata? Ata ofrojnë jo bashkë mirë. Jo bashkë mirë. E ofrojnë një farë të mirë e ma të ljotë. Tu pak ma zabon. Tek që mam një që ta qaja në u goti. Se cili e ka të veçurin e vetë. Se cili ka karakteristikat e veta, po veçurit e veta, ka diçka që e dënë publiku. Jo, do me thonë, publiku, unë po mendoj që publiku të kove të fundit
Qa pi servojmë na s'po kanë qarët shkretit pa e ndëgju. Pak e kemi prish publikun të i gjuj gjithë shka. Qëre, në edhe ma herët e patëm biset. Jënë do s'po di që është me i qujtë vepra ose që jenë një ditëshe. Po, Sot këshyret nesër e kemë për obligim na që me bo diçka që ka me jetu edhe mas teje, se na s'do t'jem gjithmonë këtë jetë, vlera Me mbet vlerë. mbetet. Na jem e vërtet. njerëz, na nesër mund të mos jem, po çka mbetet për një mesin, vetëm veprat tona. Po mirë, nesër kur Jo kanë... ndo cikrime për shembull që është sigur gazeta. Gazeta lexohet sot në mëngjes, mund me përdor ato ose me dhez jamin ose me fshinja ka me fshinj. Por çka dush mundesh me bo me to? Do të, ajo është një ditëshe. Do të kem kujdes që veprat që i bojmë të kanë bile jetë më të gjatë se ne. Po mendoj me qeni përgjithshëm ndaj publikut. Diç pak bo. Ka dalë se hini një Opa. kohë larë këtu, se bini shahadet, Që tash, zoti hajre du boft. me pos kujdes pak. Veç pak, na falni. Është më këshyr direkt në sy më duket. S'ko faj. Pe këshyr edhe ona. Veç pak disa del më sa. Shqyqyr që nuk e zorë fizik, po i kuq. Do më thonë me zemër nga ka dhona. Është më këshyr shumë keq. Po të Që busqesh ka jona. shrikimin kë vetë. Nësë më rak në them. Shkaj. E tash, ka dole, boft, lutëm na falni pak se Ja. ky emisioni jonë është shumë me emosione se qash edhe goja mu pështel. Me gjonat papritur, a? Po, A me hap? Po, akte dhe lexon ai çka kanë. Svida. dush me lexu me zot që të ndëgjojnë edhe shikust. Bafte, as ti nuk do t'i shpëtosh sfidës e emisionit ton, u knaqëm të u knaq, duhet të bësh një emitem. Paramendo stofi jonë sa janë të kujdesshëm dhe sa janë të ndërgjetshëm. Aktorin këtu edhe sfidën Sa ju lavdova unë të etash. Qikën siklet, amo jellë ti pjesa e artistit. A muj me përdor, me thonë asistentin ta? A muj me Ja, s'le energjia. Se jo, Të në të përdori ty thëmë edhe kjo në vetë tamë në legendet këllë. Nëse të ka qëllu në i modelizëm, mos në i modelizëm i ka qëllu. A di qka, këtu vishë që pas kanë rrua emnin, se të njëtën pyetje e pas në dhone. Tani, nuk do të shpëtosh sfidës e emisionin të, nuk nashëm të ju kënosh, orë të vërtit, duhet të bësh diçka në rol. Do të bëjt diçka në rol. Imito, po ti imitoj një këngëtore, kënoj një këngë që se kënën ti. Kënoj një këngë që se kënën ti. Mos i një morë vesh që për që të pjesë. Unë jo. E kjo që a je morë vesh me mua, se unë me ty jo. Ja, vesh pak se ju po dali me bo shumë marrëveshje sot këtu. U mur vesh për shofera për kondukter. Aja ke vesh kështu sot me kujtu. U mur vesh me shku në emision bashk. Po de. Me siguri ka U mur marrë vesh qa me vesh, jo qa me vesh jo. Edhe tash po dali me morë vesh. Avnia ka bën një lëshim për shkak që ne vendet ku jetojmë i kemi kojshime, thonë. Po këshim. Kështu që i takojmë njëtës anë, i kemi vendindje të ofër. Pe ka jeni se se Kështu diun që Të Kosovës. Kosovës. Ka me thonë taman kjo konga kom këshiken për marak. Moni, se cili, kur jemi kon fëmijë, e kemi pas ka një idol, ose diçka të ngjajshme që kemi dalë para familjes, edhe e kemi emitu me telekomandë. Aty në mes me dalë për me bo. Jo. Ja, po, regjia këtu kërkon. Hajde, bafte. Okej, për ju, pe bëj një lëshim edhe po emitoj Edona Laloshen, Ua, e do në laloshin. E do në falë se ta qëllimisht e në të deputete e bo. Kosovës. Po. Kështu që me sa kam mujt me majtë në men, tash kohës fundit disa reshtat, një këngët që më duket nuk e di, nuk gjendet në YouTube, po
që e kam kështu pike dhe... Po pikrisht që s'qinë në YouTube na vyn neve. A për shembull moment më kujtu. Okej. Hajde, Skena për ty bofte të shufëm. A duke mikrofon? Mikrofonin ta marr. Tash si para familje, sonë, Mundesh edhe pa mikrofon, bofte? Pas ka marrë molli me u kthy në familji. Dhe sigurisht që si mikrofoni bofte s'ke pas atë. Jo, kemi pas telekomandën. Telekomandën. Edhe nona baba, motra baba. Duar trungitje. Të thirë mankimin që digitorin që s'ko bataria me ta vrut. Hajde po provojmë. Hajde bofte. Këngë e Dona Lalloshit që nuk di agjendat në YouTube. Po më ngucin shoqet, nuk ma lën rehat, gjumin e shqetsuar, po e baj çdo nat. Njerëzit nervozohen, shko shpejt në shtëpi, si urit e shpejt, as vet nuk e di. Faleminderit Bendi, u mundova sa do pak. Mirë, po nuk e di titullin e kësaj këngë, me shumë qef kisha kërku. Mos ke mu të radonës që kjo, se s'mu të këthe. Jo, unë e që shesh në ty se e du në më du. E Dona të ndaz dhe du shumë. Faleminderit. A vetë tash është koha jote. Tash me rdhrani mua. Unë Po. për ju edhe për Bendi dhe Shikust një poezi satirike. Po, një poezi satirike, hajde avni. Kështu një herë, një qytetar, kishyp me i magare, merë me veti buk të gjitë, niset mek me u bon haxhi. Po në Kaçanik, ende pa më rinj, i cofë në rrugë gomari ti. Mas një koha i kthejet prap, me i mjekër gjatë si sjap. Kur zerë në mahall vetë, dule fulli në për qytet se shka pa dhe shka ndi, po në qobe se shka bo trimni. Edhe thot, kështu një herë thot një dasë më shkova, sa që aq mira të këndova, sa që dhe vetë veziri në saraj e ti me kënu më thirri. Njerë më ftunë thot një dasë më tjetër, e u qunë me rani i ri e vjetër, për me lujtë gura pesh ashtu si lujtë të pranesh. Po në fillim zdesh ta heq me lujtë se me rkeq ashtu me i mujtë. Po ata s'lanë kërkun vend, të im lujtë gjithë me ranë. Atëherë, gurën në kapa, edhe u tura një 2-3 hopa. 12 pash ma largë e qita, shka kena ty, i korita. Fillun krushën në shajnë me qitë, po kur s'mujt me janë gjitë. Atëherë, mua mu drejtu dhe ma nxerën plët ma prunë. Sa dhuna mirë për thonë, edhe arsëgjare i futa plonë. Po shajnë e bonë cu për grimë, gjithë bërtitë në aferim. Mbi gjitha, thot haxhia në qabë më karë mund për e nija, tash e mas shkuj hajmalia për punë të mira, mos zalla për të këshia. Po për i thët njonin atë ku vend, thot në që se kështu ka qenë një mend, ti nisën këtë vend të trimni me i bon me ran, o për ndryshet kufshin ran. Kur e pav tash haxhia, ngrej pilën, shkoj të shpia, shkoj të mjekrën e u palu dhe s'dull më për të lavdu. Po, një ditë gruja nërë këjshi, njëftë i fullë që është mazi për atë burin e saj miqin haxhi që i kështë boj thes trimni. E u këthy gruja që është dinë më këthy, si të rëbua dhe gati drumë burë që që qash ke fshadën fije, po të ishte me qitë edhe për shpjetë, mëri pa men, për ti në shpitonës ke zonë venë. Vi që janë poshtë e përpjet, ke morë qafë edhe magarin në shkrit. O, hertë me gruta si ti gjanë nuk di. Të mdullë zoni për a gjitha ndryshe pun të kishe ti. S'kishe shku as zvesh, as zbath, po t'kisha ble 2000 vath. Këpust bukra për i cafcionit, halëve petla e mishqëranit. Por tash edhe vetë po e shoh, pra që kom të shku të rana i ka. Kështu që mos u bo marak në ranë. Faleminderit. Halal të kovë që e ke majtë me në gjithë këtë tekst. Kjo është në shkullë filluar e këmësu se çka këmë full se nuk e di që tash më pëfa. Që i bavni për shkullës fillore ke mojtë mena? Për shkullës fillore, se po thëmë të ato djeshit se si moj men. O njëjtë dhe Po, është ngullit kjo, am besoj që këto veç më prej kështë tak, unë janë njësit të si ku shahat ditën. Atëre një duhet të video për aktorin e marë. Avni hutën, avni. Faleminderit shumë për të vorëzë, ka që të mira, ka që me të bo me qesh, po... U knashëm të ju knash, për ata i bona dhe i thash. Po, tash të shme na kry një punë neve.
I helikopter. Me na animu Bima pak. me kozë me kacin, qa ke me bo? Pa, me do topa kena me lujt pak. Hajde helikopter, s'kom qef me lu me topa, po hajde. Tash, sot du të me lu edhe me topa, avni. Helikopter. E tani, hajde me mua, avni, e roni. Zët. Në më mërzët, hajde. Shikus në dërum, qëra që shtu në avnija. Me të lavita. Këtu është një pjesë tjetër e emisionit tonë që quhet Ju kërkoni, ne këndojmë. Kjo është një pjesë të cilën kemi vendosë që ata që na shohin edhe ata që na dojnë e na ndëgjojnë, t'ja plotësojmë dëshirat. Po, ju të gjithë që na keni shkruar në Instagramin tonë, Proband KS, ju lutem na shkruani prapë, kërkoni këngët e juaja, ne do t'ja plotësojmë dëshirën. Por, gjithmonë, do të mundohemi që mos të bëjmë hile, do e ftoj musafirin të përgjedh, këtu janë disa prej kongëve që na kanë shkru. Tash, a keni miknu ju a one? E tash të këqynë farë konge. E dishti qatë Se kongë? për që i kënëni ju, o, besim shele gjoj. Okej, hajde. Mu më sëftini me kënu. Jo, letë kaka. Avni dush me qelë to, me lëzumi a tërgu Gjithsesi, kamerës. jo, gjithë që ka shani ti. po? Qash alfabet për Dua- duk na. Kërë të vite për avni otin. Avni, qa për shumë Qik të ne sens për shkruun. Që ti të Ta rënon? shjurëm kitë të non. Vullnetin nga Prizreni kërkën Kangen, ku po shkon më i rrushja lalës. Kthe ka kamerat të shofin shikust. A o mirë? Moni, unë e mendoj që këtë kongë sonte Baftja duhet me na i këndu. Jo, poftë, jo përpeknojmë na. Jo, ne po thomë Baftja duhet me këndu Ju këtë në të kongë. s'ke thirë sonde me na qyfëritizu. Okej, unë Baftja e kishe këndu këtë kongë. Me na Sara. Me shumë Qyfëritizu. qefe kisha këndu, po me kush që Avnia ka mundaj të ofër me edhe kemi valzu bashk. Avni të ka një mu, avni po të nalëzëj. Këto s'ka harrej, ko me ta mojt men. Avni, boftja, me çdo kush po dënë me të posë pranë vetit. Kështu që, Unë- të Avnia ljus, e bone vna një marveshë. Pran shikuzve, pran dëgjuzve, e pran s'kena adhuruzve. edhe për ty është A bo në menet ma në skajnë që kënej, ty bëndish ka bojt të cikë. Hajde për njësja. Veç edhe diçka, Lus Avni, mos më nejtë si sigurim këtu i imi, sepse shumë sigur po njimi të u knaqëm të knoq, po me valzu bashk. Po e dhe të janë Bashk me njëse. Gonën, Monin, Probandin Rapa. O ku po shkon moj rushja lalës me dimi të bardha. O ku po shkon moj rushja lalës me dimi të bardha. Play aman aman aman, sonte jam te daja. Play aman aman aman, sonte jam te daja. O rushoj zi, lundaja për ty. Për sy e vetulla, inshallah vjen apet. O synoj zi, lundaja për ty. Për sy e vetulla, inshallah vjen apet. O ku po shkon moj rushja lalës me dimi të veta. O ku po shkon moj rushja lalës me dimi të veta. Bej aman aman aman, sonte jam te tezja. Bej aman aman aman, sonte jam te tezja. O synoj zi, lëm tezja për ty. Për sy e vetulla, inshallah vjen apet. O synoj zi, lëm tezja për ty. Për sy e vetulla, inshallah vjen apet.
për sy e vetulla, inshallah vjen apet. O synoj zi, ju ndaja për ty, për sy e vetulla, inshallah vjen apet. Bravo! Faleminderit gjithëve! Avnis po ullë me eq, Ju, a? jemi në minutat e fundit të emisionit ton, pra Avni, kisha dosht prej te një mesazh për të gjithë ata që na kanë pa, na shohin edhe do të na shohin. Të nderuar shikues, nga zemra ju përshëndes dhe ju bëj apel. Kënaqni të ju kënaq. Faleminderit për ftesën, me të vërtet jemi kënaq, edhe uroj të gjithë, edhe lutem të qeshni, edhe mendoni senet mira, se e mira padyshim që ka më ardhë. Shikues të dashur, i erdhi fundi edhe kësaj kënaqësie, u kënaqëm të kënaqë emisionit ton. Faleminderit shumë, miru pafshim herave tjera. Atëherë, Faleminderit. miru pafshim edhe pe problemit.